Адеми, како вие гледате на оваа желба сега на двете крила на БЕС да бидат дел од владата и поврзано со тоа што велите за овие тези од Алијанса на албанците од села кои што ги слушаме овие денови дека ЗАЕФ игра перфидна игра и работи на растурање на албанската опозиција? Për ta analizu pse partitë shqiptare kryesisht dëshirojnë të futen në Maqedoni, duhet të analizojmë pak edhe historikun e tonë, të dy komuniteteve, edhe Maqedonë dhe Shqiptar. Të dy komunitetet nuk kanë patur as edhe një herë dhe një fuqi reale politike dhe ekonomike. Një pjesë kemi qenë varur nga Beogradi, pastaj kanë pas konstellacione të tjera kështu me radhë. Në 92-shin të dy këto komunitete filluan të krijojnë bëjnë institucione të përbashkëta. Maqedonësit kanë dashur të krijojnë shtet të vetin, të pastër etnikisht e kështu me radhë. Shqiptarët kanë dashur të krijojnë një lloj autonomie në veprimin e tyre dhe kanë dashur të pyeten për zhvillimin e tyre ekonomike, politike e kështu me radhë. Të dyja këto dështuan në këtë lloj ideale. Dështuan për shkak të mospasjes kapaciteteve ose ndërhyrjeve të jashtme. Kur dështoi ideali i tyre, ato e panë që vetmja gjë për të patur fuqi politike është fokusi në ekonomi, fokusi në qeverisje edhe marrja të gjitha beneficione që ka qeverisja. Maqedonësit nëpërmjet krijimit të dy partive, shqiptarët duke i replikuar partitë çdo ditë, sepse ato e dinë që vetmja mënyrë për të ardhur deri te fuqia reale, për të ardhur deri te parat në mënyrë të pandershme, në mënyrë pa mos patur dhe një lloj shumë mundi të madh është të bësh parti politike dhe të kryqësh qeverisje. Këto lloj parti të cilat i përmendni ju, duke filluar nga BES e kështu me radhë, ato u larguan edhe u krijuan sepse kritika e tyre kryesore ishte se BDI-ja nuk është afër popullit, është afër qeverisjes, afër fuqisë, afër greediness, domethënë si koncept, që të merr para dhe të ushqen këto lloj familjar, vetë ose këto lloj grupe interesi. Kur u krijuan këto se ne do jemi afër popullit, ne u dham duar trokiqe, i tham shumë bukur. Më thanë ato flisnin për principe kështu me radhë. Momentin kur të gjithë njerëzit e prisnin që të vazhdojnë me principe, ato thanë jo, ne s'kemi principe, mo do të futemi në qeveri, sepse e dinë që e vetmja mënyrë për të mbijetuar në skenën politike dhe për të bërë pa i pasur, për të ardhur të kesh drejt tek resurset është të kesh pjesë e qeverisë. Zaevi më mirë se çdo kush, ose edhe Gruevski e din këtë lloj me matrice mentale të partive politike. Edhe tani i mban, jo do të thras telefon nesër, jo pas nesër. Qëllimi është që të krijon nervoz tek partitë politike shqiptare, opozitare, që këto gjithmonë ta ulin pazarin, ta ulin atë dhe në fund të jep një lloj drejtorie dhe të kënaqen. Qëllimi është, domethënë, që të punësohen 10 veta në emër të 500.000 njerëzve. Kjo është ke qëllimi, të mbahen të kënaqur 10-15 veta, se kaq ka fuqi absorbuese qeveria. Fuqi nuk kanë, ato s'mund të bëjnë 20 ministra, 2000 drejtori, ato kaq do marrin. Do të mundohen të fusin të integrojnë 10 veta, në ndërkohë që ta humbin partinë, ta humbin identitetin, principet të cilat na kanë bindur që i kanë në fillim kur ashtu. Dhe kjo është koncepti që më shqetëson mua, domethënë ato krijojnë parti politike që të mund të jenë pjesë e qeverisë, që të bajnë tendera, të marrin para e pastaj të zhduken më shpejt se sa që janë paraqitur në skenën politike. Но что эффект от кај гласачите албанци? Некако се чини дека таму како абстиненцијата или апатијата дека станува се понагласена. Votuesi shqiptarë, do të thënë në masë të madhe, diku te 50% më tepër se maqedonësit nuk votojnë, abstenojnë. Te të rinj tani ke një trend tjetër që ato po ikin nga shteti. Nuk ka besim që dikush do t'i artikulon më bukur nevojat e tyre, qoftë për tri, qoftë në kombëtare, qoftë ekonomike. Të gjitha këto lloj partish politike që krijohen dhe që ndahen dhe që ka fraksione, që ka luftë menda, është vin deri tek pushteti, vin deri tek fuqia, vin deri tek tenderi kështu me radhë. Që në fund të kënaqet një numër i vogël i grupeve të interesit, ato mund të jenë familjar, mund të jenë persona të cilat kanë ndikim të madh politik e kështu me radhë, po kaq është 10 veta. Në ndërkohë që po humben masa të mëdha. Edhe kjo është edhe po ashtu edhe me Maqedonësit. Maqedonia lindore po shprazet. Pse? Sepse ato nuk po gjejnë mënyrë për të artikuluar mënyrën e vet.